الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahun e vetëm e falënderojmë që i takon madhnisë Allahut që na ka bërë pjesëtar të Islamit dhe në këtë fetë vetëm të pranuar na ka udhëzuar. Allahun e falënderojmë që na jep shëndet dhe mundësi që Allahun ta falënderojmë, Allahun ta madhrojmë dhe prej vetmit madhnisë Allahut ndihmë, falje dhe xhennet kërkojmë. Salatet dhe selamet ja dedikojnë a pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, hafëzlerë të nderuam, e lutim Allahun e Madh së bashku në këtë ditë të begat ku pranohen lutjet, që Allahu gjitha adhurimet tona Allahu t'i pranon ya Rabbel Alamin. Gjunohet tona af dhe magfiret t'i ban ya Rabbel Alamin. Dhe Allahu t'na kaplon me rahmetin e tij ya Rabbel Alamin. Gjithë prej neve që kemi ardhur këtu, ne që kemi ardhur në xhami, kemi ardhur me një qëllim, për me kërku faljen dhe secili e don faljen e Zotit. Gjithë ne që kemi ardhur këtu, kemi ardhur me shpresë me kërku mëshirën e Zotit. Gjithë ne që kemi ardhur këtu, kemi ardhur me tregu nevojën se kemi nevojë për udhëzimin e Zotit. Dhe këto janë mirësitë më të mëdha që Allahu ja jep njeriut, nëse Allahu wa man yu'min billahi yahdi qalbah, ai që beson Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën. Nëse Allahu ta ka udhëzuar zemrën tënde, nëse zemra jote kthehet ka kibla, nëse fytyra jote i përulet Zotit, nëse lutjet tona i drejtohen madhnisë Allahut, me emrin e Zotit ne jemi në rrugë të Zotit. Ne gjithë kemi dëshirë më na fal Allahu dhe me pak me fitu shumë. Ne kemi dëshirë më na fal Zoti, ne kemi dëshirë dhe me laqet më lutë për neve, prandaj jemi në një sezon, ose mesazhi i hutbës sodit është 10 që i fundit i Ramazanit është shanca e jetës tënde. Allahu për na jep shansë të javës, na jep xhuman, ta jep shansën çdo namaz më të fal, e Allahu për ta jep edhe një shansë të veçantë, edhe pse kaluan 20 ditë të Ramazanit, nuk ka përfunduar ende Ramazani. Tash jemi në finale ku besimtari nuk duhet të dorëzohet dhe irnekin më të mirë kemi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ai e përjetoi 10 e fundit të Ramazanit. Dhe ne gjithë jemi ata të cilët duhet jemi vigjilant dhe të kujdesshëm që këto net mos na shkojnë bosh, po të marrim irnekin prej pejgamberit alaihi salam. Masi dojna falje, dojna mëshirë, edhe me laqet Allahu i dërgon dhe bëjnë lutje për ata që e lutën tek Zoti i tyre, atëherë besimtari duhet jetë shumë aktiv me adhurimet e tija në këto net e fundit. Transmeton Anas ibn Malik radiallahu anhu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili është edukuar në shtëpinë e pejgamberit, si fëmijë është rritë te pejgamberi alayhis salam, dhe ai është transmetuesi i shumicës haditheve të pejgamberit alayhis salam, ose njëri prej sahabëve që ka transmetuar më shumë të hadithe prej pejgamberit alayhis salam se ka jetuar me të. Ai e përshkruan më së miri jetën e pejgamberit alayhis salam dhe thot, kur ardhke 10 që i fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çoi ke shtratin, e ngrit të familjen, dhe se 20 ditë të para ndonjëherë flejke e u çojke bajke ibadet, e lexojke Kur'an, e bajke vepra të mira. Kur ardhke 10 që i fundit, e çojke shtratin, e çojke familjen, pastaj i that, e madhron të Allahun deri në kohën e sabahut. O vëllezër, nëse pejgamberi i Allahut i pa gjunah, i pa mëkat, e ka lut Zotin ai çka s'ka pas gjunohe, ai garantumi për xhennet, atëherë ky shembull na tregon ty dhe mu se këto 10 ditë duhet jemi të kujdesshëm dhe ta madhrojmë Allahun në këto net, sidomos
se ne kemi nevojë shumë për falje se kemi shumë gjunahe. Ne kemi nevojë për udhëzim, ne kemi nevojë për shpëtim. Atëherë ky hadith madhështori Anas ibn Malikut radiallahu anhu na tregon neve dhe na nxit se ne kemi nevojë me lut Zotin, e ata që nuk e lutin Zotin janë mendje mdhaj. Mën. Ai që nuk e lut Zotin, ai që nuk e madhron Allahun, ai që e përbuz mirësitë e Zotit, ai është kryelart, ndërsa xheneti nuk është për kryelart dhe nuk do të hyjë në xhennet, ka thënë Muhamedi alayhis salam, ai i ka një grimës të kibrit në zemrën e tij. Ibadeti i jep modesti njeriut, ibadeti ja dridh zemrën dhe ja lëton synin, ibadeti dhe lutja e tregon për ulësinë tim ndaj madhnisë Allahut, e prandaj në këtë net, nëse Resulullahi alayhis salam dhe shokët e tij e kanë lutë Zotin më shumë, edhe këto net janë të veçanta që asnjë ummet në të kaluamën si ka pas, në të cilën mrena natëve të fundit të dhjetë është nata e Kadrit, ku Allahu ka zbritur Kur'anin, ku Allahu çon melaçe dhe e zbrit Xhibril alayhis salamin. Në natën e 27 zbret në tokë dhe i shef robrit e tij se kush lutet, kush lexon Kur'an, e kush bën ibadet, dhe nata e Kadrit është khairu min alfi shahr, dhe është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Këto janë tre veçoritë që gjenden mrena 10 të natës dhe të natët e fundit, prandaj ti gjallërojmë këtë natë ashtu siç i ka gjallëruar pejgamberi alayhis salam. Transmeton Aisha radiallahu anha prej pejgamberit alayhis salam hadithi madhështor që e njohim, dhe zakonisht kjo dua lutemi zakonisht në 10 e fundit apo në natën e Lejletul Kadrit. I tha, nëse hasi natën e Kadrit, çfarë lutje të bëj? Tha, thuaj Allahumma innaka afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je shlysi gjinave, e don faljen, na fal. Edhe ne lusim Allahun me këtë emër të bukur dhe cilësi të lartë që Allah e ka emrin afuv. Allahu të na fal dhe të na shlyn gjunahet, ja Rabbel Alamin. Një ashtu, migja i pejgamberit alayhi salatu wassalam, migja i pejgamberit alayhi salatu wassalam shkoi te pejgamberi Abbasi radiallahu anhu dhe i tha, o pejgamberi i Zotit, thot, çka të luti Zotin? I tha pejgamberi alayhis salam duan, tha, ja Abbas, salillaha al-afia. Lutë Zotin për shpëtim. Afia ka kuptim më të madh, por në përgjithësi për shpëtim, për një lloj garancioni në të cilën e ke prej Zotit të madh. Ajo përfshin siguri, ajo përfshin rahmet, ajo përfshin falje, ajo përfshin komoditet, ajo përfshin mbrojtjen e Allahut në karshiteje. Salillaha al-afia, lutë Zotin për afia. Dhe ndeti 3 natë. E i tha, ja Rasulullah, çka ta luti Zotin tash? Tha, ja Abbas, ja am Rasulillah, o migja, tha, lutë Zotin, is'alillaha al-afia fi dunya wal akhirah. Lutë Zotin për shpëtim në dynja, në dynja dhe në ahiret. Çka përfshin kjo lutje? Kjo lutje përfshin do të thotë madhështinë e Zotit se Allahu po don më të fal. Dhe shumë ajete dhe shumë hadise flasin për faljen. Dhe krejt ibadetet çojnë te falja. Nëse namazi është falje gjinaheve, agjerimi është falje gjinaheve, umre është falje gjinaheve, haxhi është falje gjinaheve, respekti prindërve është falje gjinaheve, atër sezona më e artë e faljes së gjinaheve është në 10 e fundit, sidomos në natën e Kadrit. Allahu në përmjet lutjes për donë më të falë dhe për të thotë në shumë ajete, një prej ajeteve, ve kale, rabbukum uduni estajib lakum, dhe thirrëm një mu se unë jam afer. Ndjeje vëlla i dashur, këtë moment se Allahu është afer dhe do me dëgju zanin tanë, para se me lutë Zotin, përgatit e zanin e zemrës, lutë ju Zotit me sinceritet. Krit na kemi telashe, krit na kemi probleme, krit na kemi gjunahe, por asnjë të njëjtë si kemi. Dikush ka probleme me evlat, dikush me shëndet, dikush me fukarallëk, dikush s'falet, dikush s'di me lexu Kur'an, dikush si ka evlat të udhëzum. Prandaj Allahu i ndëgjon lutjet dhe i pranon lutjet. Ne trokasim në dyrë të zëngjinave se kanë parët, ato se lipim dituri. Po kërkojmë dituri të njerëz të ditur, kërkojmë leximin e Kur'anit nga hafizat. Prej Allahut çka duhet me kërku? Çka të kish nevojë Allahu ka. Prandaj
Allah është ganiyun hamid, Allah është i pasur. Lyp prej Zotit s'pari her falje, lyp prej Zotit udhëzim, lyp prej Zotit këtë hadith që na ka mësu pejgamberi alayhis salam, që transmeton prej Abbasit radhiyallahu anhu, që ne ta lusim Zotin, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. O Zot, prej teje kërkojmë shpëtim në dynja dhe në ahiret. E lusim Allahun e madh që këto 10 që në funit ta shfrytëzojmë këtë sezon të ardhë, duke madhruar Allahun me lutjet sinqerta, me lutjet e zemrës drejtuar Zotit, sidomos në pjesën e natës. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej veçorive të lutjes është në mes ezanit dhe kametit, është në ditën e xhuma, por lutja më e veçantë është ditën e Arafatit, lutja më e veçantë është natën e Lejletul Kadrit, lutja më e veçantë është në pjesën e tretë të natës. Ibadeti më i vlefshëm mas farzëve është qiyamul lejli, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, afdalus salah ba'da al fara'id qiyamul lejl. Mas namazit farzëve, namazi më i dobishëm dhe më i vlefshëm është namazi natës. E lusim Allahun e madh, ku në errësirën e natës ne Allahut na ban dritë duke ndriçuar zemrën tonë me iman dhe me lutje drejtuar Zotit, ya rabbel alamin. E lusim Allahun në rinin tonë, Allahu ta udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu të smurve tanë, Allahu t'i jep shëndet. Allahu të varfërit tonë, Allahu t'i pasëron. Shfrytëzoj rastin këtë moment me lutë Zotin e madh, me lutjen më të sinqert nga zemra, unë dhe ju së bashku, që Allahu mi shkatru zullumqartë ata që ka e derdhin gjakin e muslimanëve, ya rabbel alamin. Allahu i shkatroft, ya rabbel alamin. O Allah, me emrat tu të bukur dhe cilësitit tu të larta, të lusemi që muslimant në Gaza dhe në Palestinë t'i mbrojsh, ya rabbel alamin. O Allah, shkatroj pi qiellit ato, ya rabbel alamin. Musliman të udhëzoj, ya rabbel alamin. O Allah, mos na korrit as në dynja dhe në ahiret, dhe na ban të mundër të dalim me shahadet. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.